Arben Dashefci. Sa serioze konsiderohen provokimet të tilla? Nuk është hera pare, thash, drënë të tillë kanë kaluar, kanë qenë pjesë e territorit të Kosovës. Vetë prezenca edhe çështja juaj ndaj pyetjes që më është bërë, duket paksa është paragjykuese, për shkak se ne po flasim sikurse informacioni është i verifikuar. E ku deri më sot nuk kemi një verifikim të informacionit nga ana e policisë ose të KFOR-it se vërtet këta dronë janë të shtetit serb ose janë të policisë ose dronë të ushtrisë serbe. Prandaj ne këtu jemi në emisionin dhe po përpiqemi që për dëgjuesit të flasim dhe t'i ndojmë dy gjëra. Të gjitha ata sigurisht që i kanë parë informacionet në për portal dhe janë shqetësuar, po padyshim se në fakt raportimet, unë nuk, zotri Islami, jo të lutem të jem korrekt edhe unë. Unë nuk e thash se është gjë përfundimtare. Unë e nisa duke thënë se ka pasur raportime për drënë të cilët vinë. Këtë është në rregull, po jo për juve. Ne jemi korrekt në jo për juve, po për hir të dëgjuesve. E kam shumë të qartë, që të them se ende informacioni nuk është i verifikueshëm. Dhe unë nuk e kontestoj se janë apo nuk janë. Sepse sigurisht edhe unë jam në anën e atyre të cilët shumë lehtë është e mundur që të jenë ata dronë të policisë ose të ushtrisë serbe, pra të gjendarmerisë. Mirë po, është mirë që ne ta presim tash versionin zyrtar, qoftë nga policia ose sigurisht nga KFOR-i, sepse dihet që policia e Kosovës, pra policia kufitare edhe KFOR-i janë të pajisur me dronë vëzhguese për gjuhës të cilët po të shkilit hapësira ajrore, besoj që ata dhe kanë kapacitetet mjaftueshme që ta kontrollojnë zonën toksore mes kufirit, mes Kosovës dhe Serbisë. Prandaj, ne mund të flasim dhe unë do të parapëlqesim të flasim çka nëse është e vërtet kjo. Këto do shta dalin, dhe po përpiqem që zbashku me ekspertin e sigurisë zotin Dashefci. Po, të cilin edhe përshëndesim, po sepse tani është bashkuar në lidhje direkte. Përshëndetje Dashefci. Dhe nga këtu ndoshta kishte parahyrje i nderuar për shkak që për hir të opinionit, edhe ata të cilët kanë lajmëruar rastin dhe gjithë ata që kanë dëgjuar lidhur me këta dy dronë, pra duhet të themi opinionit se të përgjithshëm se ende nuk kemi një njoftim zyrtar nga ana e policisë ose e KFOR-it, se këta është dëmon është i verifikueshëm. Po që se del të jetë e vërtet, zoti Islami, sa është rrezik për sigurinë kombëtare në rast se vërtetohet se të njëjtit vinë nga Serbia? Po në mënyrë hipotetike, po them, nëse këta dy dronë ose numri i dronëve të cilët janë të vendosur në vijën kufitare nga ana e shtetit serb dhe nuk dëshoj që nuk ka të tillë, sepse kemi parë edhe dokumentar nga ana e mediave serbe të cilët në zonën kufitare me Kosovës janë aktiv dronët e ushtrisë serbe të cilët ose të gjandarmerisë të cilët e kontrollojnë kufirin. Dhe unë them që në një zonë ku ende nuk është e përcaktuar vija kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, ata në një pjesë, në mënyrë hipotetike, po theme, konsiderojnë që në një distancë të caktuar mund ta konsiderojnë se ajo pjesë është tokë e Serbisë dhe mund të ngrejmë dyshime se mund të ketë domon edhe dronë serb. Mirë po, ngritja e këtyre dronëve nga ana e gjandarmerisë serbe ose nga e ushtrisë serbe do të ishte një shkelje serioze e hapësirës ajrore të Kosovës e në deklaratën të cilët ata kanë deklaruar se të cilët ose si të dëshmitarë që i kanë parë ata dy dronë, ku thua se kanë në një hapësirë brenda territorit të Kosovës një kohë caktuar dhe kanë qenë afër stacionit policor të policisë së Kosovës. Dhe nëse vërtet e gjithë kjo është, atëre pra dronët vëzhgues, të cilët e përcjellin situatën, të cilët janë të mirë të pajisura për mbledhjen e informacioneve, për pozicionin, për numrin e policëve të tjera, kjo përbën një shkelje serioze nga ana e shtetit serb. Prandaj, unë këtë po e them për opinionin e juaj, që nëse vërtet kjo ka ndodhur, atëherë institucionet e Kosovës duhet ta marrin shumë seriozisht. Mirë po çka duhet të theksoj për opinionin e juaj, se hapësirën ajrore është KFOR-i është i mandatuar që ta kontrollojë dhe ta sigurojë. Pra është garantis i sovranitetit ajror dhe toksor në qartë. Pra KFOR-i e cila është pjesë e Aleancës Veriatlantike. Dashefci